Luku i parë dhe luku nëmër 2 me këmishën e bardhë. U bëkosh jam shkëputur nga rrjetet sociale dhe së fundmi familjarët e mi po ankohen se nuk kujdesem më për veten, se kam ndryshuar, nuk kam më të njëjtën energji. Kështu që thash, për veten time, por edhe për ata që më duan, të filloj të jem përsëri ajo influencerja që kam qenë dikur, edhe pse dyshoj shumë që mund të jem e njëjta. Por do të përpiqem të bëj maksimumin edhe mos të dukem më në përditshmëri ashtu si kam filluar të dukem, dhe mbi të gjitha mos ta lejoj veten të dal jashtë me pijame. Do të filloj një seri videosh ku do të bëhemi gati së bashku, kështu shpresoj që të më frymëzoni pak dhe të më jepni pak dëshirën edhe për të bler gjëra të reja, sepse u bë shumë kohë që nuk bëj shopping, nuk mbahet mend. Se di pse më kanë dalë nga qefi të gjitha, mbase ka të bëj kjo situata që qëndroj gjatë gjithë kohës me fëmijët dhe fokusi im është 100% tek ata. Po tani Estel edhe pak bën 2 vjeçe, edhe nuk është më aq e vockël. Ka filluar të flasi, domethënë është më e pavarur, prandaj është momenti të jap pak shtys vetes. Kjo është fotoja e Pinterestit që më frymëzoi jeanset më të gjera që kisha në garderobë. Nuk janë aq të gjera sa që ka ajo vajza në foto, por të shohim deri në fund si të duken. Kam 2 variante për këmisha dhe do më thoni në fund cila do më rri më mirë. Qa jo me? Pjesa mbrapa do të vendos një spil kapur në maksimum këtu. Esel kësaj çantës i thot qimja, kështu që unë po vazhdoj me një qime bezh, sepse këtë kam, dhe për ta kombinuar po vazhdoj edhe me këpucët në ngjyrë bezh. Dhe jam me këmishën e bardhë, më thoni tani se cila ju pëlqen më shumë, edhe pse jam dobësuar shumë, prap beli nuk është siç e kam patur dikur, po nejse, edhe tek pjesa këtu më kuptohen pak strijat, ama gjithsesi nuk duket as pak keq. Ka një ide e mirë kjo që bëra këtë video sot, sepse i tregova vete se shiko, mund të vishesh akoma shumë bukur, edhe pse trupi jot ka ndryshuar, edhe pse nuk ke shumë kohë, mezi po pres tani për videot e tjera. Atëherë, kujdesuni për veten.